dhe do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit, falenderojmë Zotin e Madhreshëm, përshëndetjet i tërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Miq të nderuar, paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi në emisionin e radhës me një trajtesë shumë të veçantë. Për një natë shumë të veçantë, pra në muajin e shejtë Ramazanit, natyrisht çdo natë në ta është e veçantë dhe ka gjëra të veçanta. Mirë po, një prej më të veçantave dhe prej mirësive të Zotit Madhreshëm është se Zoti nga gjithçka dalloi diçka. Dhe prej netve Zoti e dalloi natën e Kadrit, e cila është muaji i shejtë Ramazanit. Pra aja për cilën ne do të komunikojmë së bashku përmes kamerës është vlera, rëndësia e natës Kadrit dhe gjithçka që lidhet rreth natës Kadrit, duke mos dalur nga minutazha e cila është e përcaktuar për këtë emision. Çfarë është nata e Kadrit dhe çfarë është rëndësia e saj? Subhanallahu, Allahu i Madhreshëm përmes adhurimeve, ibadete, përmes këtyre mirësive, ja u ka mundsuar robëve të tij që të afrohen te Zoti i Madhreshëm. Shkurt Zoti dëshiron që t'i fal robërit të cilët kërkojnë faljen e Zotit të Madhreshëm. Dhe një mundësi e mirë, një sezon i mirë për neve që me fitu shumë përveç muajit të Ramazanit, për brenda muajit të Ramazanit është edhe nata e Kadrit. Pse nata e Kadrit quhet me emrin nata e Kadrit? Dietarët Islam duke u bazuar në ajetet e Zotit të Madhreshëm edhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë disa shpjegime. Njëra nga kuptimet e natës të Kadrit është se është nata e vlerës. Dhe çdo punë e mirë në këtë natë e merr vlerën e madhe. Që është vlera më e madhe. Prandaj nata e vlerës. Pra vepra e mirë në këtë natë, adhurimi i mirë ka vlerë të jashtëzakonshme tek Zoti i Madhreshëm. Kuptimi i dytë, nata e caktimit. Këtë natë shfaqet caktimi i Zotit të Madhreshëm për vitin e ardhshëm. Secila melaçe, secili melek e merr në farforme listën e punëve dhe angazhimeve. Dhe prandaj është quajtur si nata e caktimit. Një prej kuptimeve që lidhet me Lejletul Qadr, nata e Kadrit, është kuptimi i ngushtimit. Toka në cilën ne jetojmë ngushtohet. S'ka plan përveç se gjendet një melek i cili ka ardhur si vizitor prej qiellit në tokë. Dhe me vete ka sjellë mëshirën dhe rahmetin dhe bereqetin e Zotit të Madhreshëm. E shumë kuptime tjera të cilat i përmban vete nata e Kadrit. Cilat janë mirësitë e natës të Kadrit? Nata e Kadrit, po cilat janë mirësitë e saj? Natyrisht janë shumëta. Allahu Madhreshëm dy sure në Kur'an, një sure e ka quajtur me emrin Suratul Qadr, nata e Kadrit, surja e Kadrit apo vlerës, ku flet Zoti komplet për natën e Kadrit. Dhe një sure tjetër, Suratul Dukhan, Zoti flet për këtë natë. Cila është vlera dhe mirësia e kësaj nate? Mirësia më e madhe e kësaj nate është se na kujton zbritjen e Kuranit. Allahu në Kur'an, surën Al-Qadr, thot: Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne kemi zbrit Kur'anin natën e Kadrit. Në surën Dukhan sot thot Zoti: Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne kemi zbrit Kur'anin në një natë bereqetshme. Pra mirësia e kësaj natës është natë e bereqetshme. Mirësia e kësaj nate është se nata e zbritjes së Kur'anit. Prandaj a Zoti na pyet neve se çka na motivon neve, çka na nxit neve që më kujdes për vlerën e kësaj nate. Dhe Zoti na njofton thotë, kjo natë është më e vlefshme se një muaj.
kur nëse bëjmë llogaritje, sa i bin jemi muj, do të vinë një përfundim që jemi muj, janë 83 vjet e 4 muj e disa ditë. Disa orë. Po Allah e madhreshëm nuk po thot njemi muj. Po Allah po përdor shprehjen me shumë se njemi muj. Me shumë se 83 vjet e 4 muj. Këtë është e udhës me përmenje tregim tregohet kur pejgamberi alayhi salam sahabive, gjeneratës të partë muslimanëve, ju ka fol për Ben Israelet, për gjeneratat e mëhershme, ju ka fol për disa njerëz cilët e kanë adhuru Zotin 80 vite, pa ndërprerje kanë adhuru Zotin, kanë bo Zotit adhurim. Nuk jenë kthy as majtas as djathtas, vetëm e kanë adhuru Zotin e madhreshëm. Adhurim i vazhdueshëm. Sikur shokët e pejgamberit alayhis salam kanë lakmuar këtë adhurim. Dhe ata njerëz janë çudit, kësi lloj adhurimi i vazhdueshëm kaq vite. Dhe ata i kanë thënë pejgamberit alayhis salam, po ne jeta jonë është më e shkurt. Se do të kemi ne një mundësi për me adhuru Zotin kaq shumë. Atëherë pejgamberit alayhis salam Zoti ja ka zbrit këtë sure dhe ka njoftu për këtë natë, për vlerën e kësaj nate si kompenzim i umetit Muhammedit alayhis salam, për shkak se ne jetojmë, pejgamberi alayhis salam ka thonë, jeta e gjeneratës të muslimanëve, umetit Muhammedit, cilët mes 60 dhe 70 vjet. Prandaj ne nuk jetojmë shumë gjatë. Dhe në farforme atëherë i bie që ne jetojmë më pak se 80 vite, jeta mesatare. Atëherë si me arrit në atë sevap dhe shpërblim kaq të madh? Si me arrit atë sevap dhe shpërblim kaq të madh? Atëherë pejgamberi alayhis salam po i njofton shok përmes zbritjes Kuranit se është një natë e cila nëse kalohet, e cila kalohet me ibadet dhe adhurim, duke i bërë Zotit sejdë, duke lexuar Kur'anin, duke i lutur Zotit të madhreshëm dhe duke i përkushtuar Zotit të madhreshëm, atëherë çfarë ndodh? Atëherë ndodh se te ka adhuru Zotin më shumë për një natë e arrin sevapin në shpërblimin e atyre që kanë adhuru Zotin 83 vjet e sa. Subhanallah, shënë Allahu po na do neve të mirën. Prandaj është një begati dhe një mundësi e mirë që Zoti madhreshëm po na mundson këtë natë, pra natë e cila është një farforme nata me vlefshme se një jetë njeri. Përveç këtij shpërblimi kaq madhor, dhe mirësi tjetër e kësaj nate është se në këtë natë zbresin melaqet nga qielli në tokë. Bëhet lidhshmëria mes tokës dhe qiellit. Jo vetëm melaqet, po zbret edhe ambasadori i shpalljes, Gjibrili alayhis salam, melaqja më e madhe. Për një farforme, kjo natë është përvjetori i zbritjes së Kur'anit, sikur melaqet me lejen e Zotit zbresin në tokë për të festuar me besimtarët e devotshëm zbritjen e fjalës së Zotit madhreshëm. Prandaj melaqet kur zbresin me melaqe zbret edhe mëshira dhe falja e Zotit madhreshëm. Që lutim Zotin na fal, na mëshiron dhe të na mundson që me mri këtë natë. Thot pejgamberi alayhis salam, men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që kalon natën e Kadrit me shpresë dhe me bindje Zotin e madhreshëm duke shpresuar dhe llogarit shpërblimin e tij, i falen gjunahat e kaluara. Subhanallah. Mirësi tjetër e kësaj nate është se caktimi i Zotit madhreshëm për vitin e ardhshëm në farforme i prezantohet melaqen, dhe secila melaqe i merr detyrat e saj. Edhe melaqja e vdekjes e pranon listën e personave që do të vdesin vitin e ardhshëm, dhe emrat e atyre personave që mund të jetë edhe emri im dhe juaj në atë listë, nuk do të ketë natë Kadrit, nuk do të ketë Ramazani i ardhshëm për ta. Prandaj duhet ta kuptojmë këtë mirësi të natës të Kadrit. Një mirësi tjetër e kësaj nate është që kjo natë është paqe, qetësi, rahati deri në agim të mëngjesit. Selamun hiya hatta matla'il fajr, është paqe, është siguri, është natë e sigurt nga devijimet e shejtanit, nga peshperitjet e shejtanit, nga cytjet e shejtanit. Shejtani është i dopt. Nuk ka mundësi me ndiku të besimtarët sinqer gjatë kësaj nate.
Prandaj unë jashtë që gjurmojmë duke pasur parasysh gjithë këto mirësi, mos të harrojmë shpërblimin e madh, atë jackpotin e madh të muajit të Ramazanit që është nata e Kadrit. Subhanallah, më shumë se 1.000 muaj sevape dhe shpërblime. Çdo vepër që e bën, sikur e ke bën më shumë se 1.000 muaj i ke kalu me atë vepër duke adhuruar Zotin e Madhreshëm. Prandaj, paramendoni nëse një biznismen, një tregtar, e ka një mundësi, e ka një ofertë me fitu një tender milionja. Dhe fitimi në tender është 100%. Por në momentet e fundit, para se me nënshkru kontratën, i ikë. Paramendoni sa pishman do të bëhet. Do të mërzitet se i ka ikë jenat ka që vlefshme. Pse? Se shpërblimi ishte, dhe më thonë, i ka ikë kjo kontratë që simbolizon natën për cilën apo flasëm. Paramendone se sa do të bëhet pishman. Pse? Se shpërblimi në ta do të ishte 100%. A dini sa shpërblimi i natës të Kadrit, i tenderit natës të Kadrit? 3 milion%. Nëse fiton, ke fitu 3 milion%. Por nëse ke hum këtë natë, ke hum 3 milion%. Allahu na ruajt nga privimi i saj. Për shkak pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush privohet nga nata e Kadrit apo nga të mirat e kësaj nate dhe nga arritja e natës të Kadrit, është privu nga çdo e mirë. Subhanallah. Të pas parasysh këtë është e udhës tash ne që të angazhohemi ta dim se kur është kjo natë. Është sigurt të ndëruar vëllezër, se kjo natë është muajin e Ramazan. Mirë po, kanë shku ditë Ramazanit. A ka shpresë për neve që netët apo ditët që kanë vetë të arrim? Natyrisht, ka shpresë. Pejgamberi alayhis salam ka hyrë në xhami nga dera. Hyn në xhami pejgamberi alayhis salam dhe po ju thot shokëve, sahabëve të tij, erdha më ju tregu se kur është nata e Kadrit. Por në xhami hasa në 2 persona të cilët po fjalosen me njëri tjetrin. Po grindin me njëri tjetrin. Dhe informacioni rreth natës të Kadrit iku nga anë. Thot kërkona atë në 10 netët e fundit. Subhanallahu, këtë është një mesazh shumë i madh. Kur grindja, përçarja mes besimtarëve, mos harmonia, mos pajtueshmëria, mungesa e ndjenjes së dhëmshurisë mes tyre dhe butësisë, dhe shkurt konfliktet e humbin bereqetin e Zotit. Ashtu siç humbi bereqeti i njohjes saktë se kur është nata e Kadrit. Prandaj pejgamberi po kërkon në 10 netët e fundit të Ramazanit. Kjo është një prej mundësive. Në transmetim tjetër pejgamberi ai sa po na porosit po thotë kërkon në natën e Kadrit në netët tek Ramazanit. 21, 23, 25, 27, 29. Por pejgamberi ka vërejtë që në mesin e muslimanëve ka shumë dëmejla. Dhe në mesin e shoqënisë ka shumë dëmejla. Atëherë pejgamberi sikur po na jep një shpresë tjetër, po thotë kërkon në natën e Kadrit në natën e 27. Pra një mundësi tjetër. Prandaj po, a thua kur ta kërkojmë? Ai që i kalon këtë natë me ibadet dhe adhurim, në kërkim natës të Kadrit, kërkim shpërblimit Zotit Madhreshëm, pa dyshim se do të arri natën e Kadrit. Por shtrohet pyetja, si t'i kalojmë këtë net, gjithsesi nëse një prej netëve të cilat kanë mbetë Ramazanit, na thot zemra dhe shpirti, dhe mendojmë se kjo është nata e Kadrit. Po llogarisim për shembull nata 27. Çish duhet ta kalojmë? Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të. Allahu qoftë i kënaqur me të. I ka thonë pejgamberit alayhis salam, nëse e di parafërsisht, mendoj që e ndjej që kjo është nata e Kadrit, një prej netëve të Ramazanit. Çka më thon? Çka më vepru? Pejgamberi alayhis salam i ka thonë thuaj, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zoti im, ti je falës, fal shumë. E dën faljen, falë mu. Këtë lutje ka thonë thuaj. Pra sikur pejgamberi alayhis salam po na nxit dhe porosit që gjatë këtyre netëve, gjithsesi gjatë natës të Kadrit, sa më shumë me bë lutje.
se lutjet pranohen tek Zoti i Madhreshëm, por lutje përmes cilave ti kërkon faljen e Zotit. Prandaj më ka pëlqyer shumë një praktike disa njerëzve të mirë, cilët për çdo natë Ramazanit, sidomos në 10 e fundit, e bojnë një listë lutjeve. Dhe për secilën natë i drejtohen me lutje të caktuara në Zotin e Madhreshëm. Për kërkimin e faljes, për shtimin e rrezikut, për shtimin e bereqetit, për me ndihmu muslimanëve, sidomos këto ditë të vështira që po kalojnë muslimanët, në veçanti në vendin e Bekun, Palestinën, qytetin e Gazës, që ne do të kenë ndjenje me na nda neve që mu lut për ta. Inshallah Zoti i Madhreshëm sjell ditë mira dhe paqe, mëshirë dhe liri edhe për ta. Prandaj pejgamberi sa kështu po porosit Aishën mu lut me këtë lutje. Prandaj nëse mrim natën e katërt dhe këto net, në cilat ne shpresojmë që me lejen e Zotit do t'i kalojmë ibadet dhe adhurim, çfarë duhet bëjmë? Lutja. Leximi i Kuranit. Të lexojmë sa më shumë Kur'an. Të falim namaz sa më shumë namaz vullnetar. Të bëjmë vepra të mira. T'u falim njerëzve gabimet dhe lëshimet që i kanë bërë raport me neve. Pra shkurt, ta kërkojmë mëshirën e Zotit dhe faljen e Zotit. Por nëse dëshirojmë që mëshira e Zotit na kaploj neve, atëherë duhet edhe ne të jemi të mëshirshëm. Ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, irhamu men fil ard yarhamukum men fis sama. Mëshironi atë që është në tokë, nëse dëshironi të ju mëshiroj ai që është në qiell, Allahu xhalla shanu. Po kërkon faljen, falin njerëzit, nëse dën me meritu faljen e Zotit Madhreshëm. Pra sa më shumë gjuhët tona të jenë të njohura me lutjet sinqerta drejtuar Allahu xhalla shanu. Dhe mos të harrojmë se kemi të bëjmë me natë e cila është nata e Kur'anit, nata e zbritjes së Kur'anit, nata e faljes, nata e zbritjes së melaqeve, nata e mëshirës, nata e rahatisë, qetësisë, e ushqimit shpirtit tonë. Duke pasur parasysh gjitha këto të mira, me gjitha këto dhurata që vjen kjo natë, atëherë ja vlen që me sakrifiku, ja vlen që mi përvjell mongë tona, mu angazhu, me ngjall këtë natë, me ibadet dhe adhurim, në mënyrë që me fitu shpërblimin e Zotit Madhreshëm. Lusim Zotin e Madhreshëm që të na mundsoj me mri natën e katërt, ashtu siç na mundsoj me mri Ramazanin. Na mundson që këtë natë edhe në tjera që kanë mbetur Ramazanit t'i kalojmë me ibadet dhe adhurim. Pra, lusim Zotin e Madhreshëm me lutjen me cilën pejgamberi mësoi mu lut Aishën. O Allah, ti je falës i madh, e dën faljen, fal na neve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe do të përballën mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.